Konstatohet atëherë proces verbal se autori Lot Krasniqi abstenon nga procesi i votimit. Pas abstenimit konstatohet se në proces të votimit do të marrin pjesë 6 anëtarë të Këshillit, që nuk kupton se Këshilli ka quorum për të filluar me procesin e votimit. Fillojmë me votim, siç dihet kryesuesi voton i fundit, gjithmonë sipas rregullores, andaj në bazë të radhëties alfabetike, ftojmë anëtarët e Këshillit për të votuar, të cilët duhet të nënshkruar në listë para tërheqjes së letvotimit. Bazuar në renditjen e alfabetit, i pari që do të votoj është zoti kryesuesi i tyre si prokurori të shtetit, zoti Agron Çale. Puno kryeprokuror vazhdoni me pjesën e votimit. Që trashë rrugën mbetem unë. Atëherë, procesi i votimit filloi, lusim administratës që të vinë dhe të numërojë votat, para se të numërojë votat, që do të votojmë para kamerës së vendos. Zeynullah Gashi. Zeynullah Gashi. Zeynullah Gashi. Zeynullah Gashi. Rafet Halimi. Zeynullah Gashi. Atëherë, dhe që plan, nësë një të herë të shumë, atëherë nga numërimi i votave rezulton se kandidati i cili ka marrë shumicën e thjeshtë të votave, prej 5 vota gjithsej për zotin Zeynullah Gashi, ndërsa kandidatët e tjerë kanë marrë votat si në vjen. Abdel Dema nuk ka marrë vota, Naima Bazi nuk ka marrë vota, Rafet Halimi ka marrë 2 vota, Shqiptar Fazli nuk ka marrë vota. Konstatoj se Këshilli Burgar i Kosovës pas votimit të fshehtë me 6 vota, 5 vota ishin për, nominon zotin Zeynullah Gashi për prokuror të shtetit të Republikës së Kosovës, si dhe konform neni 7 paragrafi 1 në paragrafi 1.3, neni 22 paragrafi 1 të ligjit NR 06L056 për Këshillin Burgar të Kosovës, neni pastaj 19, paragrafi 3 të rregullorës 06/2019 për emërimin e prokurorit të shtetit dhe prokurorëve të prokurorit të Republikës së Kosovës, i njëjti i propozohet presidentës së Republikës së Kosovës për emërim të prokurorit të shtetit. Kjo pikë këtu mbaron. Pikën më radhë kemi tek ndryshme. A ka dikush ndonjë çështje të cilën do ta dëshironte ta ndante për ta diskutuar tek kjo pikë? Të nderuar anëtarë të Këshillit Burgar të Kosovës, konstatoj të mbyllur takimin e ditës së sotme. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Faleminderit edhe media.